Elbasani si qark ka vlerat e larta natyrore, çka vlen të diskutohen, vlen të promovohen dhe gjithashtu vlen që të ketë një zë që duhet i mbrojë këto. Pra, ne duhet flasim për vlerat dhe duhet të mbrojmë këto vlera natyrore. Kurse nga ana tjetër, origjina ime e lindjes është pikërisht nga qarku i Elbasanit. Nuk kam një lidhje me qytetin, po kam një lidhje shumë ngushtë me fshatin tim të lindjes, i cili si çdo fshat tjetër në këtë qark ka ato tipologji të pasuritë natyrore të cilët gjithmonë të ndjallin interese dhe edhe dëshirë për të kthyer gjithmonë në atë që quhet vendlindja. Dhe duhet kuptojmë që ne jemi shqiptarë, jemi ballkanas dhe atë lidhjen me natyrën, lidhje me territorin, lidhje me vendlindjen ne kemi jashtëzakonisht shumë të shtrenjtë dhe ne ndjejmë gjithmonë këtë. Dhe prandaj dhe unë flas shpesh për vlerat natyrore të Elbasanit dhe jam shumë patriot i mbrojtjes së këtyre vlerave sepse besoj në potencialin që ato do përkthehen edhe në zhvillim ekonomik për zonën.